Në një kohë sfidash dhe ndryshimesh të vazhdueshme, familja shqiptare gjendet sot përballë dilemave të shumta që prekin themelet e saj. Ndryshimet globale dhe faktorët shoqëror kanë ndikuar thellësisht në sjelljen e të rinjve shqiptar, duke bërë që shumë prej tyre të shohin përtej kufive për të ndërtuar të ardhmen. Përshëndetje të nderuar televizionist, sot është data 17 maj dhe jemi këtu në zonën e Sharrës, në qytetin e Fierit për të pyetur banorët për një temë mjaft sensitive, roli i familjes shqiptare në ndryshimet e sotme shoqërore. Pra cili është roli i të rinjve në krijimin e familjes? Nga përgjigjet që ne morëm, ato ishin të ndryshme, por theksi u vut tek pabarazia ekonomike dhe tek ndikimi i disa faktorëve shoqëror pra në moskrijimin e familjes shqiptare. Le të ndjekim përgjigjet. Keni si problem që shumë veta nuk zgjedhin të krijojnë familje, po zgjedhin bashkëjetesën ose ikin jashtë? Duhet të krijojnë familje. Është skandal, kaq. Ne jemi brez me dy palë brezash, me prindrit tanë dhe me fëmijët. Vjen puna, unë s'kam qa bej. Jo, jeri dhe ora, si e tonë do të tua, shkurt mua beti. Ju i keni fëmijët këtu apo jashtë shtetit? Ore, unë këtu i kam se janë me shkollët dhe kam punën e tyre, po ai që s'ka mundësi. Qytetarët ndajnë mendimet e tyre mbi shkaqet kryesore që çojnë të rinj drejt emigracionit. Për ta, koncepti i pronës, ligjet në fuqi dhe vështirësitë ekonomike janë faktor thelbësor që ndikojnë drejt për drejt në vendimet e brezit të ri. Jetë e veçarit varet nga kushtet që ka. Se po nuk pati kushte, po nuk pati ekonomi, s'ka pse të krijoj familje. Shteti duhet të jetë me vëmendshëm dhe duhet të jetë shtet serioz. Mendimi im tani që jo se ne kemi ekonomi të dobët, se ne jemi rritur nga ana ekonomike. Duhet filluar nga 13 deri tani unë sa di ka qenë 3.8 miliardë, tani ka vajt 8.2. Po shpërndarja e kësaj ekonomie nuk është në mënyrë të barabartë. Një pjesë përfitojnë, por shumica nuk përfitojnë. Në përfundim, duket se familja shqiptare vazhdon të mbajë një peshë të rëndë mbi supe, mes traditës dhe sfidave të kohës moderne. Ndërsa shpresat për të ardhmen mbeten të lidhura ngushtë me mundësitë ekonomike dhe reformimin e ligjeve, shumë të rinj vazhdojnë të marrin rrugën e emigracionit në kërkim të një jete më të mirë.